me u formu edhe kuvendi. Ka shumë raste për shembull. Shteren gjitha mekanizmat politik në mënyrë që më pastaj nëse nuk ka të tillë, eventualisht ta lënë të fundit të adresohen gjykatës kushtetuese për çështjen. Po patjetër, këto mekanizma politik është dashur edhe shumë më herët, domethënë nuk është dashur më prit më ardh deri këto, shumë më herët, po prap nuk është vonë, është më mirë vonë se hiç. Po nëse nuk prodhon diçka, nëse nuk ka një kompromis, shembull nesër, çfarë duhet bëhet? Po, me të vërtetë është kjo është pak kuptim. Më herët është leju që më bë pyetje kushtetuese dhe më dërguan kushtetut me para pa, pastaj një ka dhënë disa përgjigje në disa raste, pastaj gjykata kushtetuese ka marrë vendim që unë nuk do të përgjigjem në situata hipotetike pa pas një vendim të caktuar të parlamentit. Nëse në realitet mirët një vendim, qofti mirë, qofti keq, dhe shkon në kushtetuese, besoj do t'i bën një zgjidhje, po mendoj që duhet të kalojnë, besoj që nëse vazhdon çdo presidentja do të involvohet apo do të duhet të involvohet në mirëbesim në mënyrë që t'i ndihmoj, jo që ti ushtroj kompetencat e parlamentit apo të Se referuar ish kryetar gjykatës kushtetuese